A di që më thonë ditën e kiametit Zoti i Madh te bareke ve teala, pas asaj pritje të gjatë, pas asaj llogarie të vështirë, me thonë o rob, shko hac. Shko se gjunat i kit falta. Shiko njëri njerëzit sot në komunikacion kur i shlon dikush, hac, s'ka lidhje, të falte kije. Një job, një kundërvajtje, një diçka të lehtë, hac i fal tije. Gjithat gëzime ka, tan ditë tonë me çata thot, s'm dënoj. Po para mendo Zoti te bareke ve teala, ditën e kiametit, me thonë o rob jam, hac. Nëse Zoti do më ia fal dikujt gjunain, shenja e parë që ja dërgon atij, cila është? Shenja e parë. Shenja e parë është se ja leçon me lan gjunain. Nëse na jena zgjit në gjunae, ghufira lehu kumet do më ia fal gjunaat. Prej efekteve më të mira të Ramazanit është në Bajram me dal me gjunaat falta. Shenja dalluese e kësaj cila? Se ti në çdo Ramazan e vëren se mëkatet tua paksohen. Nëse gjunaat tua nuk paksohen, nuk ki marr kur parlamentit janë të fal. Me fjalë të tjera që ta portatizojmë të ndëruar xhamatli. Kur Zoti xhelle xhelalu don me pështu dikan, a e thellon detja e bjen ma përpjet? A e bjen më nalt? Kur Zoti don me e pështu dikan, a e zhyt ndetja e ngrej më nalt? Kur neve Zoti don me na i fal gjunat, a na shtyp më poshtë na ngrej më nalt? E çka puna jon që ne mendojmë dhe shpresojmë se na falen gjunat ndërkohë që ne jemi duke hyrë në thellësi. Ne ende jemi të zhyt gjunae. Për këtë arsye alameti i parë që duhet ta kërkosh të vetvetja jote, si agjërushëm që je, me Ramazan që je, apo e ndin lehtësinë milan gjunat ajo është alamet se ti e duhet u fal. Ajo është alamet se agjërimi është të funksionu te ti. Ajo është alamet se efektet e agjërimit janë shumë duke punu te ti. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, sikur kur i konsumon ilaçet, çish e vëren ti, për shembull, mjeku çka thot, kur je të konsumoj ilaçet e terapisë, thot a e ndin veten më mirë? A e ndin, a ka fillu efekti i ilaçeve te ti? Kështu ti ja fillon, thu pak më mirë jam. Me çka e mot? Temperatura pin 42, karon 40, 38. Çishtu, merr edhe me gjunae. Ti kije i ditë gjunat e tua. A ka fillu agjërimi me ta ul temperaturën? A ka fillu agjërimi me thon, ka dale, jam të agjëru, jam të marrun e ilaçin, jam të marrun e tu konsumu adhurimin. Por, a ka efekt ajo? Efekti është shumë i rëndësishëm të ndëruar xhamatli. Vini re, te mjekët kur ilaçet funksionojnë, rrezik është shumë. Nëse ai i jep diçka kundër temperaturës dhe nuk i ulet temperatura, për mjekun çka i bie? Alarmi manal shkon. A thot mjeku, shka dert, nuk ka dert. Jo, nëse efekti i ilaçit s'është të funksionue, a janë rrezik. Andaj nëse na falemi dhe agjërojmë dhe japim zakat dhe bëjmë haxh dhe shkojmë në umre dhe lexojmë Kur'an, derisa temperatura e gjunave nuk ulet, ti të na diçka shumë e rrezikshme. Sistemi imunitar, sistemi i trupave tonë dhe shpirtave tonë nuk është duke funksionue. Andaj çka tha alayhi salatu vesselam, kush agjeron Ramazanin me çfarë? Me besim në Zotin dhe në llogarin që e pres problemin te Zoti xhelel xhelalu, i falën gjunat. Kjo i falën gjunat lipe me alamet, zbritja e temperaturës. Shikoje gjuhën tane, a u ka lehtësu për fjalë të mira ajo? A më nja thu dikujt let një fjalë të mirë? Nëse kia lot vështirë, temperaturë kin alt. Gjunat i kitë nalta. A e ke vërejt efektin të gibeti? Apo mund është me nalë vetën për gibetit, për përgojimit, për fjallës të këshia që jo a thu njerëzve, apo për i mendime të këshia që i ki për njerëzit? Kitë kjo argumenton se ka temperaturë të nalë, viruset janë ende të ti. Për këtë asyje, Ramazani vjen të ndëruar xhamatli me ullë temperaturën e mëkateve të ne. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, duke e përmend Ramazanin, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazani dhe cilin ka zbrit Kur'ani. Pastaj gjatë fjalive të Zotit xhelel xhelal çfarë thot? Yuridullahu bikumul yusr. Zoti po do më u bë let juve. Let. E çka këtu let të ndëruar xhamatli? Tash nëse e marrim me logjik, let po do më u bë juve. A nuk kemi të agjërue është pak maran se sa jashtë agjërimit? Po, e ku këtu po do let? Po do let se kandidat për xhenet. Ma let çka po do mo? A di ti ku je nis? A di ti ku je nis? Nëse një njeri për shembull, nëse një njeri merr rrugë 2000 kilometra, apo 2000 kilometra, edhe vjen i thot dikush, por shembull ta zojmë, ai nuk e din çka në aeroplani. Edhe i thot shyre, kena me shkuar që kena me mri, edhe kena me marr mjetin më të shpejt transportur, po duhet ta bëj let. Çka i thuti? Ai çka i njeh? Thot shyre ta ka lecu, se me pas shku në kom, ku me ditë sa mrishë 2000 kilometra. E përmenëm në ligjërat, 45 ditë ka udhëtuar prej në Egjipt, ku? Në Tebuk, Musa alayhi salatu wassalam. 45 ditë, 1400 kilometra. Pra, ka mundësi me ecë në kom, ka mundësi me ecë me votur, ka mundësi me ecë me tren, dhe ka mundësi me aeroplan. Kur thot dikush ka me të qumë aeroplan, çka i bie? Po do me ta lecuë. Andaj kur ti e bë kandidat për xhenet, Allahu na bof nasib ya rabbal alamin. Kur thot Zoti, un po du më u bë let, çka i bie? A ka ma let pin 4 xhims dhe 5 xhims? Sa do ma let mo?
Sa do ma let më me një taravi nat? Sa do ma let më? Çka do ma let kur Zoti thot veç mos fol kot, veç mos dëgjoj kot, veç mos shiko haram? Çka do ma let më? Me u bë prej xhenetlive. Andaj do yuridullahu bikumul yusr. Zoti e do për juve të letën, por ma le se çështu më na pastruaj, çish na pastron Zoti te bareke ve teala. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ne të gjithë që po agjërojmë dhe kemi prit këtë Ramazan, le ti hulumtojmë pak tek vetët tona, çfarë? Le ti efektet. A e kemi arrit efektet? Andaj tha Handale radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha ja Rasulullah, si ka mundësi që kur jam me ti unë jam tjetër njeri dhe kur dal prej te jam tjetër njeri? A e vëren ti që në Ramazan je ndryshe? A e vëren që agjërushëm je ndryshe? A e vëren taravi që je ndryshe? A e vëren se klima ndryshe? A jeti ndryshe? A jeti më i mirë? A jeti më i ëmbël? A je musliman më i mirë? Dhe këta duhet me vazhdu pastaj edhe pas Ramazanit. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, finalja e këtij Ramazanit, cila Zoti ditën e Kiametit më thon, o robi jam, shko se je i falt. Allah se kena kuptuar mirë çka i bë kjo fjalë. A di që më thonë ditën e Kiametit Zoti i Madh te bareke ve teala, pas asaj pritje të gjatë, pas asaj llogarie të vështirë, më thonë o rob, shko hac. Shko se gjunat i kit falta. Shiko njëri njerëzit sot në komunikacion kur i shlon dikush, hac, s'ka lidhje, të falte kije. Një job, një kundërvajtje, një diçka të lehtë, hac i fal ti. Gjithat gëzime ka, tan ditë tonë me çata thot, s'm dënoj. Po para mendo Zoti te bareke ve teala, ditën e Kiametit, më thonë o rob jam, hac. A dhe dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma ajurni minan nar. Tha o Allah, largom pizarmit. Fjala largom jep misharat sikur njeri atë ndi veten mrenan ta. Andaj ka thonë shpoton pizarmit, largom pizarmit. A mund ta paramendoni sikur që ka thonë Abu Dharr radhiyallahu an dhe Abu Darda radhiyallahu an, ka thonë nuk shpoton ditën e Kiametit po si njeriu i cili i lutet Allahut me dënes, sikur ai njeriu i cili është duke u mbyt ndeti. Si i lutet Zotit Madh te bareke ve teala? Në njëri të ndëruar xhamatli që e ka plën zjarmi, çfarë klith me ka, çfarë të bërtitur ka. O Zot, o shpotomni, largomni se zjarri i madh. A mund ta paranoni 1 minutë vetën xhenem? Çish e kish me lut Zotin? Andaj lutë Zotin me këtë komoditet që e ki. Ti ka falë Allahu mushkëri që të punojnë. Ki ajrë sa dush, apo je komod, lutë Zotin. Lutë, shiko, as nxet ski, as vap ski, fresk dhe tije, lutë, o Allah shpoton pizjarmit, o Allah shpoton pizjarmit, o Allah falmi gjunat, o Zot falmi gjunat, mos le me dal pikë kësaj dunjaje, vetë se gjunat e mia të jenë falta. Që kjo është kurora e Ramazanit. Nëse nuk e arrim, Zoti na rujt mos me arrit, është dështim i jonin në themel. Nga se vetëm besim të uritur, vetëm besim të etur dhe vetëm besim pa i prek disa prej kënaqësive të kësaj bote, ndërkohë që nuk i arrim qëllimit të cilin e ka vendosur Allahu te bareke ve teala.